Këto male, pas pak, do t'i mësojnë 250 bjeshkatar. Ata po sfidojnë veten në një ecje 11 orëshe për të pushtuar zonën e bukur të Dragashit. Fillimi mëngjesin e të dielës nuk është i lehtë. Jo të gjithë ecin këndej pari për të marrë energji për javën që vjen. Më të moshuarit e pranuan se nuk e patën të lehtë ecjen në përfushat e golfit. Pauza tjetër ishte te liçeni i Shtumanit mbi fshatin Brod, që është rreth 2000 metra lartësi mbjetare. 50 veta u ndalën këtu e më shumë se 150 të tjerë janë me sy në majës së Rodokës. Sido që të jetë, masa asnjëherë nuk u ndal deri te pushtimi i majës Rodoka 2658 metra mbi det. Kjo pikë më e larta afër kufirit me Maqedoninë u pushtua pas 5 orë e gjysmë ecje. Këtë sfidë e tejkaluan edhe kolegë nga vendet fqinje. Kurioziteti ose rëndësia e këtyre takimeve është na kanë ardhur 3 bjeshkatarë nga Leskosi serb. Është hapi i parë i tyre që bëjnë drejt neve, të vinë na vizitojnë. Bjeshkatarëve serb u pëlqeu aventura në majat e Kosovës. Ovdje se osjećam jako lepo. Ndjehem shumë e mirëseardhur dhe e rrethuar me dashuri. Gjithsesi edhe në Serbi do t'ju presim njëjtë. Bërritja në cak gëzoi edhe të moshuarit, njëri nga ta pati porosi për shokët e tij. Për bashk moshatarët e mi e kam një mesazh që mos ta presin pleqërinë në shtrat, po ta presin pleqërinë në natyrë. E kur është fjala për shëndet, adhuruesit e ecjeve në përmale i gjetën një domethënie të re emrit Bjeshk. Shkronja B paraqet bukurinë natyrore, shkronja J jetë gjatësi, shkronja E ekologji, shkronja K kondicion, shkronja Sh shëndet dhe në fund mbetet shkronja E është ëmbëlsirë e Bjeshkës. Distanca vajtje ardhje për të cilën u desh të shpenzohen 11 orë ecje ishte 23 kilometra e gjatë. E dikush këtë përvojë deshi ta shfrytëzoj edhe për diçka tjetër. Por zotin që të na njerën televizor. Se kursi mi dashi.